Festa e Pashkës ka sjellë rritjen e lëvizjeve, në veçanti në Kapshticë, ku shtetas shqiptar, të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi, vinë për të festuar Pashkën ortodokse me familjarët e tyre. Sipas tyre, ndryshe nga herët e tjera, sot kanë pritur vetëm disa minuta në të dy anët e kufirit. Kjo për shkak se pas hyrjes në fuqi të rregullave të kontrollit elektronik, është eliminuar vendosja e vulave në pasaporta. Vim, ne janë 2 muaj, ne janë 3 muaj. Mirë, shumë mirë. Nuk u vonum shumë. Dhe për Pashkën një, po kemi edhe dasëm. Kemi edhe një dasëm, dhe për Pashkën gjë mirë, për herë parë vim për Pashkë faktikisht. Po, për Pashkë vim. Fluks shumë pak nga Greku, domethënë po punojmë me 4-5 sportele. Vim të i shohim dhe prindrit njerë, kina qemi dhe ne, dhe prindrit na shkojnë edhe ne, edhe. Burime zyrtare pranë drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit bëjnë me dije se në 4 ditët e fundit në pikat e kalimit kufitar të Kapshticës dhe Qafthanës kanë hyrë mbi 30.000 shtetas. Numri më i madh i hyrjeve është në Kapshticë me 18.205 shtetas, ndërkohë që në Qafthanë kanë hyrë 11.941 shtetas.